kanale e manganit në liçenin e Badocit vazhdon të ndikojë në cilësinë e ujit të pishëm, në vëmendje rikthehet projekti i vjetër për furnizim alternativ përmes kanalit të Ibelepencit. Por ekspertët paralajmërojnë se infrastruktura përcjellëse ka pësuar dëmtime dhe kërkon investime për të funksionalizuar. Liçeni i Badocit, burimi i rëndësishëm për furnizimin me ujë të pishëm për Prishtinën, po përballet periodikisht me rritje të përshëndrimit të manganit, pikërisht ku marrja e ujit bëhet nga fundi i liçenit. Përndryshe nga Batlava, Badoci nuk ka sistem marrje në disa nivele. Një alternativë e hershme për raste emergjente është furnizimi përmes kanalit të Ibelepencit, një sistem hidroteknik që transporton ujë nga liçeni i Ujmanit drejt disa rajoneve të Kosovës. Ky projekt ishte menduar si rezervë për periudha thatësie, por nuk është përdorur shpesh. Tentativa e fundit për aktivizim ishte gjatë thatësirës së vitit 2012. Megjithatë, gjatë asaj kohe u konstatuan probleme serioze teknike në infrastrukturë, përfshirë dëmtime dhe korozion në gypa, çka kërkoi ndërhyrje. Paraqitet si nevojë e vetë shtetit për me funksionalizu një pjesë kanalit e cila ka qenë në fillim e ndërtume, po pas vitit 1999 nuk është përdorur asnjëherë. Ajo pjesë nga toka bujqësore është shndru në tokë ndërtimore. Po folim për pjesën e Çaglavicës, për këto lagjet, Dardha, Qershia e të tjera. Ai kanal faktikisht ekziston si formë, unë mesoj që është në program qeveritar, të rifunksionalizohet, pra të rindërtohet në mënyrë që kanali i Ibelepencit të furnizoj edhe Badocin në rast nevoje. Faktikisht edhe ujësillësin e Badocit edhe për momentet kur e ka problemin me mangan. Kjo është, mendoj, është me rëndësi për nivelin kombëtar. Herën e fundit kur kemi pas tentuar me përdor ka qenë në vitin 2012 në thatësin, kur ka qenë thatësia vitit 2012, atëherë patëm tentu, në mos këtë qenë edhe ma herët 2007, se tash kemi pas periudha, po kemi shumë më të shpeshta të thatësisë. Dhe është pa që ka pas dëmtim në disa vende, ai gyp është korrudu, o dash më intervenu. Ekspertët vlerësojnë se funksionalizimi i plotë i kësaj alternative kërkon investime të konsiderueshme dhe përballim të kostove të larta energjetike, pasi uji duhet të pompohet 2 herë për të arritur në impjantin e përpunimit në Badoc. Një ndër mundësitë është që në raste tjera, kur kemi problem ose me thatësi ose me mangan që zakonisht po lidhen, atëherë me sjell ujin përmes kanalit i Ibelepencit. Nuk është zgjedhje e lirë. Nëse mendojnë njerëz që është atë zgjidhje me bo permanente, është se 2 herë kena me pumpu ujin për me sjell aty. Mandej edhe një herë me çu te impjanti, domethënë është zgjedhje e shtrejtë, sidomos në këto rrethana me këtë krizë energjetike, këto kostot energjetike. Përveç kostos, shqetësim mbetet edhe përzierja e 2 trupave ujor me karakteristika të ndryshme, ndërkohë institucionet në bashkëpunim me ekspert vendor dhe ndërkombëtar po analizojnë mundësi të tjera, përfshirë ndërtimin e një kulle të re marrje me disa nivele, si dhe zgjidhje më afatgjate për menaxhimin e manganit.